isha e trupit të njerëzve. Nuk i përqente kur t'i shikon të familjarët e vetë, fëmijët, vajzat, djemët, nusët, ishin të shumë të trishtuar, por dhe shumë të gëzuar. Ai thoshte që vetëm vdekjen dhe jetën kemi pra gjetona. Lidhërimin dhe gëzimin, goditjet, garantjet, diplomat, gjithçka të vyera në jetë, janë shkallë për të cilat jo çdo kush ka mundur t'i ngjisë apo t'i zbresë ato. E në fakt, papi, Pieri, apo bashkëshorti, papai bashkëshorti tim ishte shumë të drejtë. Jo të gjithë kanë mundësi t'i ngjisin dhe t'i zbresin këtë shkallë. Janë arritje apo zbritje të cilat njeriu i has vetëm një herë në jetë. Ai thoshte që nëse ti i arrin t'i ngjisësh apo të zbresësh këtë shkallë, do të thotë që ke jetuar si njeri, ke jetuar gjatë si njeri. Ama nëse ti arrin t'i ngjisësh dhe t'i zbresësh këtë shkallë, pa cënuar njeri, pa përdosur njeri, por duke vlerësuar atë, do të thotë që ke jetuar gjatë, me vlera dhe me nder qytetarie. Ky ishte babai bashkëshortit tim pas ka shoku, pata nderin në 24 vjet të jetoja dhe të bashkëjetoja me të. Të merja virtyte të larta qytetarie. Të rrisnim të dy unë dhe bashkëshorti i mati, të rrisnim 2 fëmijë të mirë. Sot i mbirë Paskueli është në diplomën e bachelorit informatik biznesi dhe nesër i mbirë i dyti Arnini është një maturant excelent. Jam shumë një njohës po këti njeriu, për të cilët më bëri të jenë sot me syush, për të cilët më mësoj të edukoja këta breza. Sot ata janë njerëz, janë fëmijë, nesër janë qytetarë që do t'i japin ky qyteti. Unë t'i jam krenar, sepse mbi të gjitha jam nën e 2 fëmijëve, jam nën e shumë brezave. Por mbi të gjitha, jam një bashkëshorte për të cilën kam pasur në krah gjatë gjithë jetës time, Armando Castro. Jam një nën, jam një vajzë e lumtur, mbi të gjitha se kam 2 prindër të mrekullueshëm, Nikolaj Shkolla dhe Fioreta Kolla, për të cilën kanë investuar në diplomimin tim. Ju dua pa mas. Faleminderit të gjithëve që ma bëni aty gjithçka mes nga familja. Gjithçka nis nga familja. Një familje të shëndosh, një breza të shëndosh. Ju faleminderit. Ishte krenar për kryetarin e Këshillit, njëkohësisht ish kryetari i Këshillit të Bashkisë. Unë kam punuar për 4 vite si sekretare e Këshillit Bashkiak në krah të Argjinit Mjeshtrit, mikut të çmuar Shkëlqimagos që dha emrin tim, në kryetarit të Bashkisë Këshillu dhe gjithçka që më rrethon këtu, sepse padyshim janë miq të familjes time të vogël dhe familjes time të madhe. Ju faleminderit.